Një shpërthim i fuqishëm industrial tronditi mëngjesin e së martës shtetin e Washingtonit pasi një rezervuar gjigant me kimikate brenda një fabrike letër në qytetin Longview u shëm brenda vetes duke shkaktuar një bilans tragjik me të paktën 2 viktima, 9 persona të zhdukur dhe disa plagosur rënd. Sipas autoriteteve amerikane, rezervuari përmbante 900.000 gallon, një përzierje industriale të njohur si white liquor, i përdorur në përpunimin e letrës, substanca përmban hidroksid natriumi, sulfur natriumi dhe karbonat rantiumi, kimikate shumë korozive që mund shkaktojnë djegje të rënda dhe ndotje të zonës. Shpërtimi ndodhi në fabrikën e kompanisë Nippon Danawave Packaging dhe valët e goditjes u ndjen jashtë kompleksit industrial. Menjëherë në vend ngjarje mbritën ekipe zjarfikësh, njësi hazmat dhe ambulanca për nxjerr punonjësit dhe për të izoluar zonën. Deri tani kanë konfirmuar 8 punëtorë dhe 1 zjarfikës i dërguar në spital, ndërsa disa prej tyre kanë pasur djegje dhe lëndime serioze. Autoritetet konfirmojnë se 9 punonjës vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur, ndërsa ekipet e emergjencës po kontrollojnë strukturat e dëmtuara mes rrezikut të shëmjeve të tjera. Hetuesit po analizojnë nëse kemi të bëjmë me një defekt teknik, dështim të presionit apo problem gjatë procesit industrial.